Fillimisht ju njoftoj se takimi ka qenë i paralajmëruar. Ditë më parë kam pranuar një ftesë zyrtare nga vetë zonja Trandafillova, me të cilën ka kërkuar që të jetë një takim në orën e caktuar dhe në vendin e caktuar, pra e ka kërkuar marrë në vizitë në institucionin e Avokatit të Popullit. Nuk i ka dhënë arsye dhe temat për diskutim, gjë që për mua ka qenë e pranueshme edhe në këtë formë dhe natyrisht kam konfirmuar takimin me të. Siç edhe ne informuam, dje është maj takimi në ora 15. Ne kemi diskutuar për shumë aspekte që lidhen me të drejtat që kanë të akuzuarit në procedurë dhe palë tjera, duke përfshirë dhe palë të dëmtuar dhe dëshmitarët të mbrojtur dhe aspekte tjera që ndërlidhen me garantimin e një procesi të drejtë sipas standardeve të përcaktuara nga Gjykata Evropiane e Drejtat Njerëzit, Kushtetuta e Republikës Kosovës dhe legjislacioni jonë. Dhe në takim natyrisht kam shprehë edhe shqetësime që unë kam pranu nga opinioni publik, nga takimet që kam pas me zyrtare përfaqësues edhe të familjarëve edhe përfaqësues tjerë që kanë interes lidhur me përcjellëse që kanë interes lidhur me këtë proces, dhe kam ngritur disa shqetësime duke kërkuar natyrisht edhe përgjigje nga zonja Katerina Trandafillova. E para që kam përmendur është shqetësime që qytetarët e Kosovës kanë lidhur me atë se kjo gjykata po respekton parimin e një gjykimi të drejtë sipas standardeve ndërkombëtare. Dhe kur kam përmend këtë fakt, kam cek disa aspekte që lidhen me qasjen në mbrojtje të akuzuarve dhe mundësinë e mbrojtjes me i kundërshtu provat që garanton barazinë e armëve në procedurë. Pastaj standardet e dyfishta lidhur me procedurat e kompenzimit të viktimave që lënë në diskriminim qytetarët e Republikës Kosovës që gjykohen ose në rastet kur janë pjesë e proceseve gjyqësore në gjykatat vendore. Pasiguria dhe ligjshmëria provave, sidomos ato që janë të siguruara nga autoritetet e Republikës Serbisë, duke qenë se nga informacionet që ne kemi dhe nga ajo që është publike, është kuptuar që ka një numër të madh të provave të kësaj natyre, që janë të vështirë të kontestueshme dhe vështirë me i verifiku dhe me i demantu duke e nditur burimin e tyre dhe duke ditur që Serbia ka qasje armiqësore dhe ndaj UÇK-s, pjesëtarë të cilëve po gjykohen, por edhe nga në raport me vetë shtetin e Republikës së Kosovës. Pastaj një shqetësim tjetër që unë kam ngritë është mënyra e funksionimit dhe struktura e gjykatës. Fakti se të gjitha instancat gjyqësore veprojnë brenda një strukture, duke përfshirë edhe gjykatën kushtetuese dhe Avokatin e Popullit, lë dilema dhe vetë dyshime të shumta lidhur me atë se kjo gjykata po garanton mjet efikas juridik dhe pastaj zbatim të parimit të shkallshmërisë së instancave gjyqësore dhe ruajtjen e pavarësisë së institucioneve të pavarura, duke ndërhyrë edhe në parimet që janë fundamentale për një demokraci, ndarjen e pushteteve, nga se gjykata kushtetuese dhe Avokati i Popullit nuk mund të konsiderohen si pjesë e sistemit të drejtësisë, pjesë e sistemit gjyqësor. Ato janë institucione dhe pushtetet të veçanta, janë institucione të pavarura, ndërsa gjykatat i takojnë sistemit të drejtësisë, pra sistemit gjyqësor. Natyrisht për mua ka qenë shumë shqetësuese edhe fakti i vetë informatave që kam pranuar për përgjimet e bisedave në mes të akuzuarve gjatë vizitave që ata kanë nga familjarë dhe persona tjerë, sepse përgjimi mund të lejohet vetëm në rrethana shumë të veçanta, të përcaktuara me ligj, kur cënohet një interes publik dhe një siguria publike, dhe cënon në çdo rast tjetër mund të cënoj sigurinë juridike, privatësinë, jetën private të akuzuarve, por edhe efikasitetin e mbrojtje, sepse nëse mbrojtësi dhe i akuzuari nuk mund të komunikojnë lirë, shumë atëherë natyrisht që kjo mund të ndikojë edhe në vetë cilësinë dhe efikasitetin e mbrojtjes. Ka dhe shumë çështje tjera që ne i kemi diskutuar. Përgjigjet që ka dhënë zonja Trandafillova kanë qenë se ata
e mirëpresin këto shqetësime, por që kujdesen që të gjitha këto të mos ndodhin, pra është deklaruar se respektohet parimi i gjykimit të drejtë, garantohen të drejtat e të akuzuarit në procedurë, sipas standardeve të përcaktuara nga instrumentet ndërkombëtare dhe nga Gjykata Evropiane e Drejtave të Njerëzit. Por që në shumë çështje unë konsideroj që është e nevojshme me pas debat dhe diskutim më të gjerë, sqarim më të plotë në raport me qytetarët dhe publikun. Kjo edhe për shkak të faktit se Kosova nuk është pjesë e Këshillit të Evropës, kjo gjykatë nuk i nënshtrohet jurisdiksionit të Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njerëzit dhe si pasojë mbetet një gjykatë e cila nuk monitorohet dhe nuk mbikëqyret nga askush në raport me plotësimin dhe respektimin e këtyre standardeve që janë të domosdoshme për një proces gjyqësor. Krejt këto kanë kalu në frymen e faktit që avokati i popullit ka kompetencat të kufizuara në raport me këtë gjykatë. Kompetencat janë të dyfishta, kufizimet janë të dyfishta, e para për shkak se avokati i popullit ka mandat kufizuar edhe në raport me gjyqësorin e Kosovës, pra lejohet vetëm në rrethana të caktuara të ndërhyjë, po jo në vendimarrjen e gjykatës. Dhe për faktin se edhe me amendamentin kushtetues 162 dhe ligjin për dhomat e specializuara, i është kufizu edhe një herë në raport me këtë gjykatë duke i lënë mundësi dhe kompetenca shumë të vogla në mandatin që ka avokati i popullit. Kozgjatja para burgimit ka qenë një prej shqetësimeve që unë e kam ngritë dhe kam konsideru që duhet më vlerësu nga gjykata, sepse përveç se po e humb kuptimin si masë e sigurisë prezencës të akuzuarit në procedurë penale dhe rrjedhjen e papenguar të procedurës, po le me kuptu se kjo gjykatë nuk po ka besim tek institucionet e Republikës Kosovës, që me caktimin e masave tjera alternative, që kodi procedurës penale të Kosovës i njeh disa masa, mund të arrihej qëllimi i paraburgimit, por sa duket në mungesë të këtij besimi nuk po ndodh asgjë. Dhe duke marrë parasysh që kaluan shumë vite dhe procesi ende nuk është në përfundim dhe masa paraburgimit po vazhdon, për mu paraqet cënim të një standardi që është e përcaktuar edhe në kodin e procedurës penale të Republikës Kosovës, që paraburgimi duhet të jetë masë e fundit, domosdoshme dhe proporcionale. Gjithmonë kur shtjerët mundësia dhe konstatohet që me masa tjera nuk mund të garantohet procesi gjyqësor. Pyetjen e parë nuk e kemi diskutuar. Në fakt është agjenda e saj, por kemi folur në përgjithësi për transparencën. Dhe kur unë kam konstatu dhe kam paraqitur si shqetësim mungesën e transparencës së gjykatës, ajo përgjigjja saj ka qenë se gjykata është shumë transparente, seancat janë publike, veçfaqja e institucionit gjithmonë përditësohet me të dhëna të plota, edhe të proces verbaleve dhe të materialeve tjera gjyqësore që janë për publikun, por që për mu ka qenë fakt kam reagu dhe kam thënë që unë nuk po flas për transparencë kur gjykata prezanton atë që mendon që është e nevojshme, po po flas për transparencë lidhur me shqetësimet që po ngriten. Dhe për mu, transparenca fillon prej momentit kur gjykata do të fillojë të më sqarojë pretendimet dhe shqetësimet që unë kam ngritur. Përndryshe, çdo publikim tjetër mund të jetë vetëm aspekt formal i plotësimit të transparencës, po jo përmbajtësor dhe ashtu qysh kërkohen të jenë transparente gjykatët. Sepse natyrisht shqetësimet që unë i kam ngrit, nuk i kam ngrit vetëm mbi bazën e supozimeve, po i kam ngritur duke u bazuar në analizën që institucioni i avokatit popullit ka në raport me gjyqësorin e Republikën e Kosovës dhe duke u bazuar në standardet e ndërtuara nga instrumentet ndërkombëtare, nga Gjykata Evropiane e Drejtave të Njerëzit, dhe natyrisht që kjo transparencë kërkon daljen përtej asaj çfarë gjykata dëshiron të plasojnë publik, duke vendosur transparencën e plotë dhe duke dhënë përgjigje në të gjitha pyetjet, dilemat dhe shqetësimet që ngriten në raport me çështjet e ndryshme. Lidhur me ligjin më të favorshëm dhe lidhur me çështjen e paraburgimit,
Në të dy rastet, në fakt, në pyetjen e tretë ne nuk e kemi diskutuar, për me qenë i sinqert, sa i përket ligjit më të favorshëm, por kemi biseduar për çështjen e paraburgimit, po besoj që e njëjta përgjigje do të ishte dhënë edhe në pyetje tjera, sepse unë e kam prit këtë përgjigje, nga se kryetaria e gjykatës nuk përzihet në vendimarrjen e gjykatës, është konsiderohet ndërhyrje nëse kryetaria e gjykatës ose në çdo rast një kryetar ose kryetare e gjykatës i përzihet gjykatës dhe këtë rast gjyqtarit apo trupit gjykues ose kolegjit gjyqësor në vendimarrje. Dhe kjo ka qenë përgjigja, pra që nuk përzihem dhe nuk është çështje e gjyqtarëve e trupit gjykues se si gjykan dhe si vepron këtë rast. Po i lutem. E treta ishte ligji më i favorshëm. Nuk e kemi diskutuar. Nuk e kemi diskutuar nga se te unë nuk është që është ngritë si shqetësim dhe në fakt nuk është një informat që Ona? Komentim. Jo, praktika e dhoma specializume është ndërtu mbi procedurat të veçanta, është rregulloria mbi procedimin e provave dhe rregullore tjera. Dhe ajo që ndoshta ka mbet me diskutun të armën, sepse për shkak të kohës dhe për shkak shumë temave më kanë mbetë edhe shumë çështje tjera pa i diskutuar, që unë po besoj në një të ardhmen do të shkoj në Hagë dhe do të vizitoj edhe të burgosurit, dhe do të monitoroj edhe disa seanca gjyqësore, por edhe do të takoj edhe kryetarën me siguri që do ta diskutoj si çështje. Unë mendoj që duhet me pa krejt punën e kësaj gjykate në raport me atë se sa gjykata ka arrit me mbrojt dhe mos me cenu vetë kompetencën e vetë në hartimin e normave ligjore, në fakt anë ligjore, sepse duke vendosur rregullore dhe normat që përcaktojnë edhe procedurat, përcaktojnë edhe veprime procedurale që shkojnë përtej kodit procedurës penale të Republikës Kosovës, unë mendoj që është te kalim edhe i ligjit për dhomat e specializuara dhe i kodit të procedurës penale të Kosovës, po për marrë deri te një konstatim i tillë natyrisht më duhen më shumë të dhëna. Komenti im është që kodi i procedurës penale të Republikës Kosovës, bazuar në Kushtetutën e Republikës Kosovës, e një parimin e zbatimit të ligjit më të favorshëm për të akuzuar. Dhe kjo praktik duhet të ndiqet gjithmonë edhe në gjykatat vendore edhe nga gjykata e dhomave specializuara. Kryetaria ka qenë shumë e hapur me i diskutuar çështjet që i kam ngritur dhe këto e vlerësoj. Por që në përgjithësi përgjigjet kanë qenë se këto pretendime nuk qëndrojnë. Pra, ka demantuar duke u thirrur në atë që avokati i popullit të Republikës Kosovës nuk ka kompetenca me hetu këto raste, por që unë kam bërë me dije që avokati i popullit ka kompetenca dhe ka përgjegjësi ligjore, kushtetuese edhe morale, më kujdes për funksionimin e përgjithshëm të sistemit drejtësisë. Këto ma e jep këtë drejt ligji për avokatin e popullit, gjë që duke e pa në këtë prizëm, unë mendoj që askush nuk ka të drejtë dhe nuk mundet që institucionin e avokatit të popullit me e shmang dhe me e kufizu në dhënien e opinioneve, qëndrimeve që ai ka për çështjet të caktuara. Kështu që natyrisht që unë edhe në të ardhmen do të vazhdoj të jem në një çështje të njëjtë, pra do të kem kujdesin e shtuar në raport me funksionimin e sistemit drejtësisë, në këtë rast edhe në raport me dhomat e specializuara të gjykatës në Hagë. Ndërsa vizitën e planifikuar, unë kam pas planifikuar në prill ta mbaj. Arsyeja pse nuk kam shku ka qenë fakti që nuk kam marrë një përgjigje të qartë se mund të vizitoj të gjithë burgosurit, pra më kanë përmend vetëm disa emra dhe unë kam pas për qëllim për me rujt pansin dhe barazin në raport me të akuzuarit të vizitoj të gjithë. Dhe dyta, cilësia dhe kapacitetin në cilën unë do ta kryj këtë vizit, nga deklaratat të akuzuarve, pas lirimit nga burgun, kam kuptu që vizitat zyrtare ja kanë cenu vizitat familjare, duke llogaritur në kohën e vizitave dhe ne kemi shku në kapacitet personal, gjë që unë nuk kisha dash në asnjë rrethon ta bëj një gjë të tillë. Pra unë nuk shkoj aty as si mik as si familjarit të burgosurve, por shkoj si avokat i popullit të Republikës Kosovës. Kjo në mos qaru në takimin e fundit dhe më komuniku se mund të shkoj në cilësi të zyrtarit publik të shtetit, kështu që
Tani me janë plotësu kushtet, vetëm duhet me pa agjendën e gjykatës, kur unë mund të vizitoj gjithë burgosërit dhe natyrisht të monitorej disa seansa dhe nëse shprega dishpëri edhe kryetarja po stafi i gjykatës t'i takojë vetë.